Gjuha e urrejtjes është gjithkund në internet, në websajte, në rrjete sociale dhe në kanale të ndryshme. Ajo mund të përshkruhet si lloj sjellje mizore kundrejt një feje, përkatësie etnike, identiteti seksual, gjinie, race apo ndonjë grupacioni të ngjashëm. Të rinjt, si përdorues masiv dhe më pak të informuar do ta hasin patjetër në internet, vetëm duke luajtur një lojë në internet, duke kërkuar një përkufizim ose duke dëgjuar muzikë, ata do të hasin fjalë dhe imazhe të turpshme dhe ofenduese. Intensiteti i shpërndarjes së këtyre ideve, frekuenca me të cilat fëmijët i shohin dhe pranimi nga kaq shumë njerëz si diçka e zakonshme, e bën akoma më urgjente nevojën për fëmijët dhe të rinjt të informohen më shumë për këtë fenomen. Ata duhet të jenë shumë më mirë të pajisur me informacione rreth gjuhës së urrejtjes dhe pasojave të saj përpara se të absorbojnë çdo gjë që ju del përpara. Përmbajtjet ofenduese janë lehtë për t'i njohur, por definimi i asaj që përbën gjuhën të urrejtjes është më e vështirë për t'u njohur. Është e pamundur që të kontrollojmë çdo përmbajtje në internet për të shmangur ata që shprehin gjuhën të urrejtjes. Kjo është pothuajse e pamundur edhe për institucionet. Mbrojtja më e mirë është informimi i fëmijëve dhe të rinjve për vlerat e reale të njerëzve, zhvillimin e dëmshurisë dhe tolerancës, komunikimit të duhur dhe ndjeshmërisë ndaj të tjerëve. Forma më e mirë për të shmangur viktimizimin nga ky lloj urrejtjes është leximi dhe informimi për të tjerët, për ata që janë ose që duken ndryshe. Është e preferueshme që gjuha e urrejtjes, nëse është nëpër masa që përbëjnë shkelje, të raportohet. Është folur publikisht edhe për përgjegjësinë e mediave online ose rrjeteve sociale që dashur pa dashur janë ndërmjetësues të këtyre mesazheve. Madje është shkuar një hap më tej për krijimin e algoritmeve detektuese të fjalëve ose shprehjeve të caktuara që përdoren nga persona që praktikojnë atë, por deri tani kjo ka dështuar. Në Maqedoni, organet rregullatore të mediave, institucionet të tjera shtetërore dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtar së fundmi kanë nënshkruar për formimin e një rrjeti për luftë kundër gjuhës së urrejtjes në media. Kjo u referohet të gjithë mediave, jo vetëm atyre elektronike. Në vendin tonë, më shpesh hasen shprehje urryese, ofenduese dhe madje edhe kërcënuese midis grupeve të ndryshme etnike. Për pjesëtarët e komunitetit LGBT, për pjesëtarët e komunitetit rom, grupeve me pikpamje të ndryshme politike e tjerë. Jam i bindur se vendosja e këtij rrjeti do të ndikojë në sjelljen publike duke penguar gjuhën e urrejtjes në media. Rrjeti do t'i lejojë anëtarët e tij të zhvillojnë masa për reduktimin e gjuhës së urrejtjes në media dhe do të analizojë se pse gjuha e urrejtjes paraqet një element gjithmonë e më prezent që dërgon në krim të urrejtjes. Од тука фактот што говорот на омраза подолго време обстојуваше на медиумската сцена, а се менуваа само ликовите кои што се служеа со него, нивните цели и тактики, не натера да алармираме и ние самите како едно тело за саморегулација во медиумите, но и воопшто целата професионална медиумска заедница дека нешто треба да се стори. Во овој контекст мораме уште еднаш да потсетиме дека многу пати сме зборувале јавно дека саморегулацијата не е единствениот лек за говорот на омраза во медиумите, особено не во општество во кое долго време отсуствувале демократските капацитети. Gjuha e urrejtjes si e tillë është legale në disa vende të botës, përveç nëse specifikon dikë, përmban kërcënime dhe ngacmime ose krijon një mjedis armiqësor, si në shkollë ose në punë. Por vija midis asaj që është e pranueshme dhe asaj që është e papranueshme, sidomos në internet, është çështje debati. Rrjetet më të përdorura nga grup moshat e reja janë Instagrami, Twitteri dhe YouTubei. Përpjekjet e tyre shpesh kanë qenë të pasuksesshme për të shtypur retorikën e urrejtjes në platformat e tyre ose ndoshta vetë kompanisë zgjedhin të jetë kështu sepse duan më shumë përdorues. Për të qenë më të qartë, interneti nuk e ka krijuar gjuhën e urrejtjes. Interneti dhe sidomos media sociale thjesht sigurojnë një vend për njerëzit që të shprehen. Bota online është plot me informacion të rem, i cili krijohet lehtësisht, shpërndahet lehtësisht dhe besohet lehtësisht nga ata që dëshirojnë që idetë e tyre urryese të konfirmohen. Kompanitë e teknologjisë përfitojnë nga lidhja dhe angazhimi i njerëzve, dhe asgjë nuk i angazhon dhe aktivizon njerëzit si ide të nxitëse.